Joe Biden feston 81 vjetorin presidenti më i vjetër i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në detyrë. Presidenti amerikan Joe Biden feston në 20 nëntor ditëlindjen e 81, duke shënuar kështu edhe një rekord si presidenti i parë i një vendi në detyrë në këtë moshë, ndërkohë që mosha ngre pikpyetje për të ardhmen e tij në politik. Kur mori presidencën në vitin 2021, Biden ishte 78 vjeç, ndërsa ai e ka bërë të ditur tashmë se synon të fitojë sërish presidencën në vitin 2024. Biden është personi më i moshuar që ka shërbyer si komandant i përgjithshëm në historinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e nëse ai kërkon rizgjedhje në 2024 dhe fiton, do të jetë 86 vjeç në fund të mandatit të tij të dytë. Sidoqoftë, në partinë e tij ka shumë zëra që thonë se do të donin që Biden të tërhiqej për t'i hapur rrugë një gjenerate të re leadershipi. Një sondazh i fundit i institutit Siena në 6 shtete kyçe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i publikuar në New York Times, mori në pa 71% e votuesve konsiderojnë Biden shumë të vjetër për të qenë president. Vetëm 39% kishin të njëjtën pikpamje për Donald Trump, i cili në moshën 77 vjeç nuk është më i ri se Biden.